Të krishterët në gjithë botën besojnë që në Krishtlindje Perëndia mori trajt njerëzore. U bë si ne, njerëzit. Duket absurde apo jo? Ishte një herë një burr që mendonte se Krishtlindja dhe gjithë krishterimi ishin prralla për fëmijë. Pse Perëndia do bëhej njeri? Sa budallëk në vetvete, thoshte ai. Një natë Krishtlindje, gruaja e tij dhe fëmijët shkuan kish ndërsa ai mbeti vetëm në shtëpi. Ndërkohë jashtë filloi një stuhi bore dhe pa pritmas një zhurmë e fortë përplasi dritaren. Ishin disa rosat egra të humbura në stuhi. Mendoi të ndihmonte. Hapi derën e hambarit që ato të strehoshin aty, por rosat s'donin të hynin. I shtriu bukë si gjurmë derë te hambari, por asgjë. U mundua t'i drejtonte vetë, por ato shpërndashin nga frika. Më në fund, i frustruar tha: nuk e di si t'i drejtoj, veç nëse do bëhesha roz vetë. Edhe në atë moment gjithçka ju bë qartë. Kjo, në fakt, është ajo çfarë bëri Perëndia. Mori trajt njerëzore për t'na treguar udhën drejt shpëtimit. Kështu, a je ende duke u përpjekur të kalosh stuhin vetëm? Apo do të ndjekësh atë që erdhi të të shpëtoj? Do doja të dija mendimin tënd. Më shkruaj më poshtë. Zoti Bekov.